Ka prekur thellë opinionin publik dhe ka nxitur reagime të shumta solidariteti nga qytetarët, të cilët janë shprehur të gatshëm për të ndihmuar në çdo formë. Ndërta Musa Hussein nga Kuzhina Sociale Dava, i cili ka shprehur gatishmëri për rregullimin e banesës së të moshuarve dhe krijimin e kushteve adekuate për jetesë, si dhe dërgimin e ushqimit të gatshëm për këta persona për çdo ditë, siç bën me qindra persona me status të rrezikuar social. Megjithatë, autoritetet kanë vendosur që trajtimi i rastit të zhvillohet përmes institucioneve përkatëse dhe në përputhje me procedurat ligjore në fuqi. Të martën, 2 personat u larguan nga banesa ku qëndronin dhe u dërguan në spital për trajtim dhe vlerësim të gjendjes së tyre shëndetësore. Ndërkaq sot i u drejtuam Qendrës për Punë Sociale si institucion kompetent për menaxhimin e rasteve të kësaj natyre. Nga ky nivel bëjnë të ditur se personat në fjalë kanë qenë të njohur për ta, pasi ndër vite ju është ofruar ndihmë në disa raste. Udhëheqësi i sektorit për mbrojtje sociale Azbi Shaqiri, duke sqaruar hapat e ndërmarrë, theksoi se ndaj tyre janë zbatuar të gjitha masat e parapara me ligj për këtë kategori qytetarësh. Ai sqaron se ata janë dërguar edhe në akomodim institucional me qëllim sigurimin e përkujdesjes dhe kushteve më të përshtatshme për jetesë. Megjithatë, pas një periudhe të caktuar qëndrimi në këtë institucion, ata janë larguar dhe janë kthyer sërish në Gostivar, duke bërë të vështirë stabilizimin afatgjatë të situatës së tyre sociale. Po, ne si qendër sociale, tash vite me radhë kemi marrë aksione për të sistemuar këtë si familje, me iniciativë të qendrës sociale para disa viteve të njëjtit që janë larguar nga vendi ku jetonin, gjithsesi ata jetonin jashtë, në kushte të këqija. Kohën kur ne i morëm nga jashtë ishte kohë e dimrit. Babë e bijë jetonin në një kasol të improvizuar, të mbuluar me najlon, dhe me ndihmën e institucioneve tjera arritëm që sigurojmë një banesë sociale, banesa ku ju ishte atje dhe e pat në fillim nuk ka qenë banesa në ato gjendje, në ato kushte. Fillimisht kur ne i vendosëm atje, normal ishim në kontroll dhe banesa ishte në gjendje të rregullt, në gjendje të banueshme, me rrymë, me gjitha kushtet për të jetuar, me banjo, kuzhinë, edhe të gjitha mjetet sanitare të nevojshme për të jetuar një familje. Disa herë këtë si familje, gjithsesi edhe babën edhe birin e kemi vendosur në institucionet shtetërore të ndryshme për të cilat kanë pas nevojë. Në fshatin Çiçino i dërguam për të sistemuar që jetojnë atje, mirë po atje ata nuk pranuan të jetojnë. Gjithsesi ikën nga ai vend edhe u kthyen sërish në Gostivar, gjithsesi në vendin paraprakisht ku jetonin, edhe pastaj ishim të detyruar të gjejmë një banesë sociale që të mund të kenë një shtëpi të ngrohtë ku mund të jetojnë. Pas asaj procedure, domethënë pasi që e rregulluam dhe i sistemuam, ne si qendër sociale bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjithsesi Departamentin për Punë të Brendshme në Gostivar, e kemi edhe me spitalin e Gostivarit i kemi dërguar në qendrën klinike Bardhavca, ku kanë marrë trajtim të nevojshëm psikiatrik. Por nga atje, pas periudhave të caktuara, e dini të parapara edhe me ligj, i kanë lëshuar. Sa kanë qëndruar atje? Pa një herë qëndruan 1 muaj, 2 muaj, 3, varësisht prej nevojës së tyre shëndetësore, për trajtim shëndetësor, edhe normal pas asaj njerëzit kompetent, doktorët, mjekët, kanë vendosur që ata mund dalin dhe të jetojnë të pavarur jashtë institucionit. Edhe rasti kur e pam dje edhe nga fqinjët e paraqitët ishte, por edhe nga mediumet, edhe policia na informoi, dolëm në vend ngjarje dhe konstatuam që gjendja e banesës sociale që ata e marrën nuk ishte në gjendje të tillë të banueshme dhe në gjendje të tillë që ne e dham në fillim. Të me thënë ishte në gjendje ashtu që edhe ju e pat, po edhe të gjithë njerëzit që e panë se si jetonin.
Për periudhën në vijim, shoqëria njofton se si institucion do të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm ligjor dhe institucional me qëllim që këta persona të sistemohen dhe të jetojnë në kushte dinjitoze dhe njerëzore. Sipas tij, fillimisht do të bëhet një vlerësim i plotë i gjendjes së tyre shëndetësore dhe sociale, ndërsa më pas do të hartohet një plan konkret veprimi për trajtim dhe risistemim afatgjat. Fillimisht ata marrin penzion, domethënë kanë një penzion solid, mund të funksionojnë në mënyrë pavarur, mbas të dokumentacionit mjekësor që ne posedojmë, edhe tash mbas kompetencave tona edhe ligjeve të parapara me ligjin për mbrojtje sociale, do t'i ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme që të mund të rifillojnë ose të mund të jetojnë në mënyrë të denjë dhe ashtu siç duhet. Në fillimisht do konsultohemi ose do shohim çfarë të bëjmë me spitalet psikiatrike, gjithsesi të konstatojmë gjendjen e tyre të shëndetit mendor, dhe nëse konstatohet se të njëjtit janë në gjendje të mirë të shëndetit mendor, atëherë të shohim mënyrën për t'i risocializuar brenda shoqërisë dhe që jetojnë mbas rregullave dhe normave që jetojnë gjithë njerëzit të tjerë. Kujtojmë se babe Bir, njëri mbi 90 vjeç dhe tjetri mbi 50, u gjetën duke jetuar në mjerim të thellë, pa energji elektrike, pa ujë dhe në kushte teje të rënda higjieno-sanitare. Në vend ngjarje shkuan pas kërkesës së banorëve përreth, të cilët prej kohësh ankoheshin për ndotjen që sipas tyre shkaktohej nga hedhja e mbeturinave dhe nevojave fiziologjike në përqesë nayloni nga balkoni në oborin e përbashkët, si dhe për zhurmat e theksuara gjatorëve të natës dhe shqetësime të tjera që ua kishin cënuar qetësinë dhe sigurinë. Banorët shprehen se situata kishte kaluar kufi dhe tolerueshëm dhe se ndërhyrja institucionale ishte bërë domosdoshme. Jo vetëm për dinjitetin dhe mirëqenien e dy të moshuarve, por edhe për rikthimin e normalitetit në bashkëjetesën shoqërore. Ata presin që këtë herë institucionet të ofrojnë një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme, e cila do të garantojë kushte njerëzore për personat në fjalë dhe njëkohësisht rehati për banorët përreth.